Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot kam përgatitur halv për natën e madhe të Kadrit. Duke qenë se jemi futur në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit, sot vendosa që të përgatis këtë halv edhe që mund ta përgatisni për natën e Kadrit. Receta me të cilën e kam përgatitur këtë halv është shumë e thjeshtë. Ju duan pak përbërës dhe në fund fare halva shkrihet në gojë. Nuk ju duhet asnjë përbërës tjetër shtesë, përveç se këtyre që do të shikoni në këtë video, për t'i dhënë ngjyrën e duhur që halva duhet që të ketë në fund. Ju ftoj të ndiqni videon me detaje për të parë se si e kam përgatitur unë halvën për natën e Kadrit. Tani, le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim në një tigan ose në një tenxhere, do të hedhim vajin. Për këtë recetë unë kam përdorur 1 gotë e gjysmë me vaj. Gota në këtë rast është 1 gotë çaj që merr 100 ml. Pasi kemi hedhur vajin tek tigani, e vendosim tiganin në zjarr mesatar dhe do të shtojmë tek vaji edhe miellin. Për këtë recetë kam përdorur 2 gota çaj me miell. Edhe në këtë rast, gota është e njëjtë me atë që kam përdorur për vajin. Pasi kemi hedhur edhe mielin, tani thjesht do ta trazojmë vajin dhe mielin në zjarr mesatar për të paktën 15 ose 20 minuta. Megjithatë, ngjyra që doni t'i jepni halvës në fund varet shumë edhe nga ju. Mua më janë dashur plot 20 minuta që ta gatuaj mielin në zjarr mesatar, pra ta kaurdis së bashku me vajin, në mënyrë që në fund fare të merrte ngjyrën që ju pat edhe në video. Gjatë gjithë kohës do ta trazoj mielin në mënyrë që të mos na digjet, pra në këtë rast nuk na duhet që mielli të na digjet, por vetëm të kaurdiset lehtë. Dhe duke trazuar vazhdimisht, do bëni të mundur që mielli të kaurdiset njësoj. Dhe duke trazuar her pas here, do bëni të mundur që mielli të mos digjet. Pasi nëse nuk e trazoni, mielli në pjesën e poshtme do të digjet dhe pjesa e sipërme do të ngelet e paskuqur. Prandaj e trazojmë vazhdimisht derisa të shikoni që mielli ka marrë ngjyrën që dëshironi. Në momentin që mielli ka marrë formën që duhet dhe ka arritur në atë ngjyrë që ju dëshironi, tani do të shtojmë edhe sheqerin. Unë për këtë recetë kam përdorur 1 fixhan kafe të vogël me sheqer, por ju mund të përdorni sa sheqer të doni. E trazojmë shpejt e shpejt sheqerin me mielin për 1 ose 2 minuta dhe gjatë kësaj kohe do të shikoni që ngjyra e miellit do të ndryshojë shumë shpejt. Prandaj duhet të jeni shumë të shpejt gjatë kohës që përgatisni halvën. Dhe pasi keni shtuar edhe sheqerin dhe e keni trazuar mirë, tani do të shtojmë edhe 2 gota me qumësht. Siç e shikoni, kam përdorur të njëjtën gotë për të gjithë përbërësit, prandaj dhe receta është shumë e thjeshtë. E ulim nxehtësinë e zjarrit në minimum dhe i shtojmë qumshtin. Qumshti në këtë rast është qumësht i ftohtë. Pasi e shtojmë qumshtin tek tigani ku kemi dhe mielin, tani thjesht e trazojmë shpejt e shpejt ose me një tel kuzhine ose me një lugë druri, në mënyrë që mielli mos na bëhet kokra. Pasi e hedhim qumshtin, e trazojmë mirë dhe në fund fare ku shikoni që e gjithë halva e ka përthithur të gjithë masën e qumshtit, dhe masa e halvës shkëputet lehtësisht nga pjesa e fundit e tiganit si dhe nga pjesët anësore të tij, tani do të themi që halva është gati. Kaq na duheshin për përgatitjen e halvës. Tani e kemi gati, thjesht e heqim nga zjarri edhe mund t'i jepni format që dëshironi. Ditu them që në fund fare halva ka marrë një shije fantastike edhe shkrihet në gojë, ka një aromë shumë të mirë dhe mua më kujton halvën që bënte gjyshja ime dikur. Prandaj, nëse e provoni në shtëpitë tuaja, jam e sigurt që ka për t'ju pëlqyer shumë.
Ju uroj të gjithëve agjërim të lehtë dhe lutje të pranuara. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni cilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.